Policia e Durrësit ka finalizuar me sukses operacionin e koduar Custom duke lokalizuar dhe arrestuar 40 vjeçarin Dritan Balla, i cili ishte shpallur në kërkim për një sër vjedhjesh të kryera gjatë muajit mars. Nga veprimet hetimore rezulton se Balla ka kryer disa vjedhje të automjeteve dhe shumave të konsiderueshme të parave. Më 12 mars, në bashkëpunim me shtetasin ai ka hyrë me forcë në banesën e shtetasit IM, duke vjedhur sende dhe orendi. Vetëm disa ditë më vonë, më 18 mars, ka vjedhur një automjet në lagjen numër 7 të Durrësit, që i përkiste shtetasit GR, ndërsa më 19 mars ka marrë një tjetër mjet në lagjen numër 13 Plazh, në pronësi të shtetases BZ. Një tjetër ngjarje e rëndë është regjistruar më 20 mars, kur Balla, duke përdorur një nga makinat e vjedhura, ka marrë një shumë prej $10.000 nga automjeti i shtetasit AH. Pas një pune të mirë organizuar operacionale, uniformat blu arritën ta lokalizojnë dhe ta arrestojnë 40 vjeçarin. Gjithashtu sekuestruan 2 automjetet e vjedhura si dhe prova të tjera që e implikojnë në veprimtarinë kriminale. Materialet janë referuar prokurorisë Durrës për veprime të mëtejshme, ndërsa policia vijon hetimet për të dokumentuar të gjithë aktivitetin kriminal të Ballës dhe bashkëpunëtorëve të tij.